lot me kufi. Si e mëson Islami zemrën të qaj dhe të qëndroj? Humbja godet, pa lajmërim, pa leje, pa kohë përgatitje. Dhe njeriu mbetet me boshllëk në kraharor, me heshtje në shtëpi, me karrigen bosh në tryez. Qan është normale, është njerëzore, është e drejtë. Por sa duhet qaj? Sa duhet mbajzi? Ku është kufiri mes dhimbjes së lejuar dhe asaj që zemron Allahun? Islami, feja e ekuilibrit dhe urtësisë, ka dhënë përgjigje, jo me ftohtësi, jo me distancë, por me butësinë e atij që di çfarë ndjen zemra njerëzore. Para se të flasim për rregullat, le të flasim për zemrën. Kur vdiq djali i profetit alayhis salam, Ibrahimi, vetëm 17 muajsh, profeti alayhis salam e mori në krah, e shikoi dhe lotët i rrodhen. Sahabët u çuditën, pyetën. Profeti alayhis salam tha: "Syt lotojnë, zemra dhëmb, por ne nuk themi vetëm atë që kënaq Zotin ton. Dhe ne për ty, o Ibrahim, jemi vërtet të pikëlluar." 3 fjali. Pra brenda tyre, gjithë filozofia islame e zis. Loti i lejuar, dhimbja e lejuar, por fjala dhe veprimi duhet të qëndrojnë brenda kufive të Allahut. Islami bën dallim të qartë mes 2 llojeve të reagimit ndaj vdekjes. E para, huzni, trishtimi i brendshëm, dhimbja e zemrës, loti që rrjedh natyrshëm. Kjo është e lejuar, e natyrshme, edhe e nderuar. E dyta, xheza, reagimi i tepruar, klithma, grisja e rrobave, goditja e fytyrës, fjalët e zemërimit ndaj Allahut. Kjo është e ndaluar. Profeti alayhis salam tha: "Nuk është prej nesh ai që godet faqet, grisë rrobat edhe thërret me thirrjet e ignorancës." Dhe tha gjithashtu: "Vërtet, Allahu nuk ndëshkon për lotin e syrit dhe dhimbjen e zemrës, por ndëshkon për këtë." Dhe tregoi drejt gjuhës së tij. Pra kufiri nuk është mes të qarit edhe të mos qarit. Kufiri është mes pranimit të vullnetit të Allahut dhe rebelimit ndaj tij, mes lotit të qetë dhe bërtitjes që mohon urtësinë e Allahut. Ditët e zis, sa zi duhet të mbaj familja. Islami ka caktuar me saktësi kozgjatjen e zis, jo si rregull i ftohtë, por si mëshirë ndaj njeriut. Për të gjithë të afërmit, prindër, fëmijë, vëllezër, miq, zia është 3 ditë. Profeti alayhis salam tha: "Nuk lejohet për muslimanin të mbaj zi më shumë se 3 ditë, përveç gruas për burrin e saj." 3 ditë, jo sepse dhimbja kalon pas 3 ditësh, por sepse Islami e di që zemra ka nevojë për kohë dhe e respekton atë kohë. Pas 3 ditësh, jeta duhet vazhdoj. Allahu e kërkon këtë. Për gruan e ve, bashortja që humbet burrin, zia është 4 muaj e 10 ditë. Allahu thot në Kur'an: "Dhe ata prej jush që vdesin dhe lën pas gra, gratë do të presin 4 muaj e 10 ditë." Surja El-Bekare 234. Kjo periudhë, e njohur si Idet el-Wefat, ka urtësi të shumë fishta. Biologjikisht, konfirmon se gruaja nuk është shtatzën nga burri i vdekur. Shpirtërisht, i jep gruas kohë të mjaftueshme të qaj, të përshtatet, të dal nga goditja e humbjes. Ligjërisht, mbron të drejtat e trashëgimisë dhe familjes dhe tregon respekt të thellë për lidhjen e martesës. Gjatë kësaj periudhe, gruaja e ve nuk stoliset, nuk vendos parfum, nuk vesh rroba të ndezura, nuk del pa nevojë të shtëpisë. Por edhe kjo është e rëndësishme, nuk është e burgosur. Mund të dalë për nevojat e domosdoshme, mund të punojë nëse ka nevojë, mund të marrë vizita. Islami nuk e ndëshkon gruan e ve, e mbron. Për nënën që humbet fëmijën, zia është gjithashtu 3 ditë, si për çdo të afërm. Por dietarët islam janë të mëshirshëm edhe të kujdesshëm në këtë çështje. Imam Nawawi shkruan: "Dhimbja e nënës për fëmijën është nga dhimbjet më të forta njerëzore, dhe Islami e njeh këtë. Trishtimi i brendshëm nuk ka kufi kohor,
mund të qaj nëna për fëmijën e saj gjithë jetën me lot të qetë, por shfaqja e jashtme e Zis ndalet pas 3 ditësh. Allahu i madhërisëm nuk na la pa udhëzim në momentet më të vështira. Ne do t'ju sprovojmë me frikë, uri, humbje pasurie, jete dhe frutash, dhe jepu lajmin e mirë të durueshmëve, atyre që kur i godet fatkeqësia thonë, vërtet ne jemi të Allahut dhe vërtet tek ai do të kthehemi. Surja El Bekare 155-156. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kjo nuk është thjesht fjalë ngushëllimi, është deklarat besimi. Shpranimi i vullnetit hyjnor është zemra që thot, e di se ti ke urtësi dhe kur unë nuk e kuptoj. Dhe Allahu premton. Ata janë ata mbi të cilët zbresin bekimet e Zotit të tyre dhe mëshira. Dhe ata janë të udhëzuarit. Surja El Bekare 157. Bekime dhe mëshirë, pikërisht mbi ata që godet fatkeqësia dhe duruan, jo mbi ata që nuk u sprovuan, por mbi ata që u sprovuan dhe qëndruan. Si e trajtuan dietarët çështjen e Zis? Imam Maliku, kur e pyetën për gruan që qan shumë për të vdekurin, tha: Lotin edhe dhimbjen e zemrës nuk i ndaloj, por klithma dhe bërtitja dhe grisja e rrobave, to janë nga veprat e ignorancës. Ibn Kaim El Gjeuizie shkruan me fjalë të bukura: durimi nuk do të thotë se zemra nuk dhëmb. Durimi do të thotë se zemra dhëmb, por gjua nuk ankohet ndaj Allahut edhe gjymtyrët nuk bëjnë atë që zemron Allahun. Dallimi mes duruesit edhe pasduruesit nuk është në dhimbje, por në reagim. Shej Ibn Uthejmini, dietari bashkohor, ka thënë: Islami është feja e natyrës njerëzore. Nuk të kërkon të jesh gur, të kërkon të jesh njeri me besim. Qaj, por thuaj inna lillahi dhe mshuri, por mos harro se ai që mori është ai që kishte dhënë. Profeti alayhi selam tha: kur vdes fëmia i robit, Allahu thot melekëve: a morët shpirtin e fëmijës së robit tim? Ata thonë: po. Allahu thot: a morët frytin e zemrës së tij? Ata thonë: po. Allahu thot: çfarë tha robi im? Ata thonë: të lavdëroi dhe tha inna lillahi. Allahu thot: ndërtojeni robit tim një shtëpi në xhennet edhe quajeni shtëpia e lavdërimit, jo sepse nuk qau, jo sepse nuk ju dhimbs, por sepse mes lotëve tha elhamdulillah. Zia në Islam nuk është shfaqje, nuk është teatër, nuk është garë e dhimbjes, është ndjenje brendshme, e ndershme, e qetë, e dinjitetshme. Islami të lejon të qash, të dhëmb, të zgjohesh natën, të ulesh në heshtje dhe të mendosh. Jeta vazhdon, edhe ata që mbeten kanë detyrime, kanë fëmijë, kanë namaz, kanë ditë që presin. Qaj, por kujtoje xhenetin, të dhëmb shpirti, por thuaj inna lillahi. Mbaj zi, por vetëm aq sa të lejon ai që di çdo gjë. Edhe pastaj ngriu, sepse durimi nuk është mungesa e lotit. Durimi është loti që rrjedh dhe zemra, që nuk dyshon tek Allahu.